Në Bashkinë Dropull, së bashku me zyrën e njësisë së integrimit evropian, u zhvillua takimi i parë i palëve të interesuara për projektin Outcome to Zero, pjesë e programit Interreg IPA Adrion, duke theksuar rolin e bashkisë në drejtimin e zgjidhjeve të qëndrueshme të lëvizshmërisë urbane. Takimi u përqendrua në adresimin e sfidave kritike, si bllokimi i trafikut, ndotja e ajrit dhe mundësitë të kufizuara të lëvizshmërisë në zona rurale. Projekti Outcome to Zero shënon të përmirësoj lëvizshmërinë urbane duke zbatuar zgjidhje inovative si stacionet e karikimit të automjeteve elektrike, sistemet të bashkëndarjes së biçikletave dhe përmirësimin e infrastrukturës së transportit publik të zonës. Duke përdorur teknologjinë Digital Twins, projekti ka për synim të sigurojë një uri të bazuar në të dhënat për të optimizuar sistemet e lëvizshmërisë urbane të përshtatura posaçërisht për zonën. Bashkia Dropull dhe Zyra e Njësisë së Integrimit Evropian zhvillon në bashkëpunim aktiv me institucione, agjenci dhe organizata nga i gjithë rajoni Adriatiko-Jonian, duke përfshirë Greqinë, Italinë, Kroacinë, Sloveninë, Bosnjë-Hercegovinën, Malinezinë dhe Maqedoninë e Veriut për të mbështetur këtë iniciativë. Ky partneritet është një hap i rëndësishëm përpara në avancimin e lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane dhe përmirësimin e transportit dhe kushtet mjedisore në të gjithë rajonin Adriatiko-Jonian.